Zoti na mëson se triumfi nuk mund vi nga qielli. Fitoria e Zotit nuk vjen nga qielli, po fitoria e Zotit është ngritur mbi ne, mbi ndërgjegjen tonë, mbi pastërtinë tonë, mbi sinqeritetin tonë. Edhe garancia është pikërisht mbi. Pikërisht, domethënë, për këtë arsye thot Zoti, nëse ju ndihmoni Zotin, nëse ju ndihmoni fenë dhe besimin, nëse ju ndihmoni veten tuaj, do t'ju vinë ndihma e Zotit. E nëse ju pritni diçka nga Zoti, harroje. Mirë, po si duhet të jetë kjo? Atëherë, që njëri domethënë çdo besimtar, kjo vlen për çdo musliman domethënë, le të bëhet pjesë e të mirës. E para, e dyta, ti përmbahet rregullave dhe parimeve që paraqet feja e Zotit për ngritjen e kësaj feje, që do të thotë, fillon me rregullimin e vetes tij, përmirësimin e vetes tij, dhe kur themi përmirësimin e vetes tij, kemi për qëllim përmirësimin doktrinor, përmirësimin e adhurimit dhe përmirësimin e edukatës dhe të sjelljes. Më pas përmirësimin dhe rregullimin e familjes tij. Pastaj me çdo kënd që ai mund të ketë kontakt dhe mund të ri, domethënë të fillojë ndryshimi nga vetvetja, nga familja dhe kështu domethënë ne zëvendësojmë qelizat e smura me qeliza të shëndosha. Kjo është e para. E dyta është vetë përmbajtja, që do të thotë marrja me qetësi e gjërave, që ju tha durimi ose qetësia. Pse? Sepse ndoshta në momente të caktuara duke heshtur, kemi bërë, si më thënë, goditjen më të mirë ndaj të keqes. Sepse gjithmonë është një lloj bindje që kush trajton diçka më njëherë duhet folur, më njëherë, ndonjëherë është mirë që të lihen, sepse janë njerëz që kanë humbur dhe mundohen që të bëjnë diçka në mënyrë që dikush t'i përmendet dhe pastaj të vlerësohen apo të marrin çmime etj etj. Kështu që është mirë në disa raste me disa njerëz dhe në disa situata mos më marr. Pse? Sepse është harxhim kohe dhe energjish. Domethënë ti po harxhon kohën me njëri i cili ti po thua që unë nuk jam ky që po thot ky, ndërkohë që ti mund bësh diçka për të treguar se kush je.